Ta shumicën e rase, masi për përmenëm të kuqen, unë për përmenja edhe një ngjyrë tjetër, është e zeza, është ngjyra antracit. Tash antraciti u bo buj kohët e fundit në Kosovë. Në çdo klient që më ka ardhur ka lyp, ka kërku ngjyra antracit. Po sado që është e mirë antraciti, është edhe e vështirë me u mirëmbajt. Pse se i kallzon gjithmonë pa pastërtit, i kallzon plonat, edhe tankon atë që tash po do të m'jau shpjegu klientave ose klienteve, m'jau shpjegu që nëse dënë me najtë tankon të e pastru, okej, ta bojnë antracit, nuk është problem, po dije ta kene parasysh që është problem. Ta shone hala, do me thonë, para 3 vjetë e kena bo një interior në banesë në Prizren, hala dhe sot, ku do që e zateti, pronaren, më thotë, më ke marrë në qafë me atë ngjyrë. Do me thoni pishman tani. Por në rastet të tilla, kur klienti normalisht insiston, bëhet edhe dizajni i kërkuar. Normal, tash na e kena për detyrë me ja bë më të mirën, po gjithmonë me shku komfort kërkesa për klientit. Edhe na me kriju një mishmash, me thonë, që me i përfshi edhe dëshirat e klientit, po edhe çka duhet me uqit, se na nuk e bojna pse po dojna qatë interior, po e bojna pse duhet.